Dhe kështu vëllezër edhe motra nderuara, e kthyer kjo që po flasim në sintezë për të qenë fundutëve sotme. Pyetje drejt për drejt. Pyetje që ja bëj vetes time, pastaj ju, a shpalosin? Apo e nxjerrin pa? Muslimanët e sotëm trojeve shqiptare kulturën, sjelljen dhe moralin që kërkon i madhi Zoti qofshim atij fal. Kjo është një pikpyetje e madhe, gjithë secili i bën analizë me shpirtin e vet. Por nëse do të jemi të mundshëm që të nxjerrim pak kulturën që kërkon i madhi Zot, sjelljen, edukatën që kërkon i madhi Zot, moralin që na shpalos Kurani famlar, nivelin e lartë të perlave profetike, sjelljes dhe veprimeve të tij, shoqëria shqiptare do shkonte në avancim të madh. Për çfarë u dërgua pejgamberi Muhammed alayhis salam? Kush janë themelet? Kush është themeli kryesor? Se ne duhet dim themelet. Jo të merremi në fillim me gjëra të vogla, të merremi me themelet e qëllimit për cilin dërgohet një pejgamber. E ka thënë vetë: "Inni bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Tha jam dërguar për t'i përsos moralet njerëzore. Kjo është feja islame. Tjerat janë pralla pastaj që fliten në emër të Islamit. Vetë pejgamberi Muhammed alayhis salam ka shpjeguar për çfarë ka dërguar i madhi Zot. Tha jam dërguar për t'i përsos moralet, sjelljet, kulturën njerëzore. Kjo është gjë shumë e madhe. Kjo është musliman dhe muslimane e bën shumë krenar. Se kupton qëllimin për cilin Zoti dërgoi pejgamberin. Dërgohen pejgamberët kur morali, sjellja dhe kultura e një shoqërie është shumë e ulët për ta ngritur atë. Por në një shoqëri që kultura dhe morali dhe sjellja janë në nivel të mirë, për ta përsosur atë moral dhe shoqëri. Në kulturën, sjellje dhe në moral. Pra, se ti mund të shikosh për shembull musliman, po janë një shtet që e kanë shumë të ulët kulturën dhe mirësinë dhe sjelljen dhe moralin. Kur kuptohet Islami, ajo ngrehet në nivel mesatar, pa s'mund të shkojnë në kulm, kurse një shoqëri që e ka këtë në nivel mesatar e përsos Islamin. Në popullin që erdhi pejgamberi alayhis salam shiuheshin për disa cilësi të mira morale, i përsosi Islami ato, i plotsoi ato, i kompensonte ato, i ngrinte nivele shumë më të larta se që kishin ato. Dhe çdo njeri që futet në Islam, nëse është disi i kulturuar, i sjellshëm, rritet dhe bëhet gjithmonë edhe më shumë në këto cilësi.